Mirëmbrëma, po filloj me edicionin e lajmeve. Kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini ka pritur në takim shefin e zyrës së Këshillit të Evropës në Kosovë, Frank Power. Ata biseduan për bashkëpunimin në mes të Këshillit të Evropës dhe Komunës së Gjakovës, veçanërisht për projektet për edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe atyre të komuniteteve jo shumicë. Udhëheqësi i zyrës së Këshillit të Evropës në Kosovë, Frank Power, erdhi sot në Gjakov për të takuar me kryetarin e komunës Ardian Gjini. Pas takimit që u zhvillua në zyrën e kryetarit, Power tregoi dhe arsyeën e vizitës. I came to Jakova today to meet the mayor to talk. Erdha në Gjakov që të flas me kryetarin për punën e Këshillit Evropian këtu në Kosovë, në veçanti për të treguar si punojmë direkt me komunat me disa nga programet tona që fokusohen në edukimin e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe ato të komuniteteve. Është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi me komunat dhe Gjakova është ndër ato që kemi pasur bashkëpunim që nga fillimi. Ndërsa Gjini tha se ishte kënaqësi të mirëpres zotërin Power në zyrën e tij. Kemi marrë një ndihmë të vazhdueshme për Këshillit të Evropës, sidomos në përmirësimin e kushteve të edukimit për fëmijët e komuniteteve dhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Do ta vazhdojmë këtë bashkëpunim. Unë veç e shpreh mirënjohjen time në emër të gjithë qytetarëve të komunës së Gjakovës, e posaçërisht të pjesëtarëve të komuniteteve për këtë mbështetje. Nga të dy palët u tha se bashkëpunimi do të jetë i vazhdueshëm. Ferdonia e Çerkezit që nga viti 1999 i mungojnë bashkëshorti e djemtë, që ju vran nga forcat serbe. 17 shkurti është data lindjes së djalit të saj Artanit. Në këtë 13 vjetor të shtetit ton, brëmvon Muzeun e Familjes Çerkezi e vizituan Vjosa Osmani e Albin Kurti. Asnjë feste, asnjë përvjetor nuk do të jetë kremt e plot pa u kthyer njerëzit tanë, është thënë në këtë takim. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani bashkë me kandidatin për kryeministër Albin Kurti në mbrëmjen e 17 shkurtit me buqet lulesh në dorë vizituan Ferdonie Çerkezin. Ende plagët i ka të freskëta për humbjen e familjarëve të dashur, për forca e kësaj gruaje po u jep kurajo edhe mysafirëve. Ajo gjithçka po kujton sikur të ishte sot. Me vizitën e tërve, unë në një lehtësim shumë që të më thonë ju ka kujtu që jam si non e herojve të më thonë të artarin, të armin, të ardjavit e të mundet dhe bashkëshortit të halimit edhe një përkrajt fort më adhan që dëna më punu për pa gjeturit sa kanë mësi. Osmani është shprehur se është dhimbje për ju dhe gjithë Kosovën. Ne do të jemi zëri yt në kërkimin e drejtësisë. Në këtë ditë rëndësishme për shtetin tonë, me qenë bashkë me juve, edhe me ju tregu mbi të gjitha se sa shumë e vlerësojmë qëndresën e juj, edhe në të njëjtën kohë që kur s'kemi me resht se qenë rizani juj. Kurti ngushlloi nënën Ferdonie duke i thënë se humbja më të dashurve tuaj është liria që ne sot e gëzojmë. Jo vetëm krejt Kosova, por edhe bashkë shqiptarët edhe të hujtë, edhe në këtë ditë kur ne shënojmë 13 vjetorin e pavarësisë, të cilën u aurojmë përzemërsisht, nuk kemi se si të mos e kemi parasysh edhe plagën e hapur, quj si non e të neve si shtet, por gjithashtu edhe si njerëz të cilët jemi angazhuar e do të angazhohemi për drejtësinë në mënyrë që edhe të zbardhet e vërteta, por edhe të shërohet zemra juaj. Kjo datë, 17 shkurti, është edhe data e lindjes së djalit Artanit. Mes lotësh mezi u tha këtë lajm Osmanit e Kurtit. Më pas vizituan ambientet e muzeut ku akoma gjësendet e djemve e bashkëshortit të saj janë të ruajtura si në ditën kur ata u rrëmbyen nga kjo shtëpi veç pse ishin shqiptar. Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar strategjinë për sigurinë e Kosovës, për të cilën kryeministri në detyrë Avdullah Hoti tha se garanton sigurinë e qytetarëve dhe antarësimin në NATO.
Hoti po ashtu tha se me këtë Kosova tregon që ka për qëllim fshinjësinë e mirë. Është iniciuar strategjia dhe është mbështetur nga partnerët tanë strategjik. Kjo garanton sigurinë e qytetarëve nga jashtë dhe brenda, antarësimin në NATO e BE, si dhe sigurimin në aspektin mjedisor, social, ekonominë e tregut dhe definon politikat e sigurisë së mbrojtjes, e konfirmon që Kosova ka për qëllim të ketë një fshinjësi të mirë, tha tutje Hoti. Anton Çuni, ministër në detyrë mbrojtjes, tha se kanë arritur marrëveshje me disa shtete për rritjen e sigurisë. Ministria e Mbrojtjes si dikaster përgjegjës për mbrojtjen dhe sigurinë, sipas mandatit të saj ligjor, ka arritur deri më tani 15 marrëveshje me shtetet e ndryshme, me qëllim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në vazhdon e bashkëpunimit me shtetet e ndryshme, ju ftoj që të miratojmë një marrëveshje sa i përket bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes edhe me shtetin e Kuvajtit. Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë mjetet për disa kategori nga programi për një këmbje ekonomike. Ministra në detyrë e financave Hykmete Bajrami ka treguar se ndarja e mjeteve është për punëtorët arsimor, shëndetësor, zjarr fiksit dhe ata të policisë. Lejoni që para jush të paraqes propozim vendimin për ndarjen e mjeteve për disa organizata buxhetore për të ndarë shtesa për muajin shkurt dhe mars për disa kategori të cilat nuk kanë qenë të përfshira në vendimet paraprake, mirë po konsiderojmë që janë drejt për drejt ekspozuara rrezikut në menaxhimin me pandeminë. Ajo ka bërë të ditur, po ashtu se për muajt shkurt dhe mars, edhe për zyrtarët policor do të ndahen 700.000 euro, për zjarr fiksit 180.000 euro, për punëtorët në qendra sociale 78.000 euro, për profesionistët shëndetësor 100.000 euro, për punëtorët teknik për shërbimin e pastrimit dhe sigurimin e institucioneve shëndetësor 160.000 euro. Sipas saj, kategoritë e tjera që janë të angazhuara në menaxhimin e pandemisë e që nuk janë pjesë e këtij vendimi, do të trajtohen me vendime të veçanta. Ministri në detyrë zhvillimit rajonal Enis Kervan, që vjen nga radhët e komunitetit turk, në mbledhjen e qeverisë ka kërkuar që të fusë në listën e organizatave terroriste lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit dhe Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Ai gjatë diskutimit të draft platforma vjetore politikës së inteligjencës dhe politikës së sigurisë, tha se këto Specializantët nga qendra kombëtare mjekësisë së punës nga Gjakova sot kanë protestuar para objektit të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë, për shkak, siç janë shprehur ata, të diskriminimit dhe mospërfshirje në paga. Që 4 muaj prej kur nënshkruan kontratën me Ministrinë e Shëndetësisë për specializim, 13 prej tyre ende nuk kanë marrë asnjë pagë. Ata po shprehin të indinjuar dhe të anashkaluar nga ministria, ndërkohë që po vazhdojnë të punojnë. Specializantët nga qendra kombëtare e mjekësisë së punës nga Gjakova sot kanë protestuar para objektit të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë. Arjanit Zajmi, i cili është specializant i neurologjisë, tha se po diskriminohen për shkak se ka pasur të tillë të cilët janë paguar. Ajo që po kërkojmë është që me pas trajtim barabart ashtu siç gjithë specializantët e tjerë. Po them kështu për shkak që ne jemi 15 specializanta, të cilët i kemi nënshkruar të njëjtat kontrata me të njëjtin financim dhe nga 15 prej neve, vetëm 2 marrin pagë të rregullt, ndërsa 13 prej neve jemi të diskriminuar. Për këtë rast, sipas tij, askush nuk po merr përgjegjësi. Nga titulli mjek specializant e kemi fituar, po them ashtu, titullin mjek shëtitës, për shkak që shëtisim nga një institut në tjetrin, ku asnjëri nuk e merr përgjegjësinë për me tregu se cilat janë arsyet pse ne jemi sot pa pagesë. E kemi për shembull drejtorin e SHKK-s, i cili na ka thonë që financimi jon është i jashtëligjshëm, kryetari i bordit nuk jep kurrë zgjidhje, ministri thjesht na kalon me prit, po them ashtu që 4 muaj prej nëntorit. Zajmi ka treguar se që nga nëntori janë duke punuar pa pagesë dhe vështirë po ja dalin. Barën për financimin tonë, po barët familjet tonë, për shkak që ne nuk i kemi nga 2-3 milion cilindert tonë dhe krejt financimi jonë është kjo kontratë, pra, e cila nuk po respektohet. Specializantët të cilët kanë protestuar sot para Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se do të shfrytëzojnë të gjitha format për trajtim të barabartë dhe të respektohet kontrata e tyre. Është mbajtur sot mbledhja e dytë për vitin 2021 e Komitetit për Politikë dhe Financa, në të cilën janë shqyrtuar dhe kanë kaluar për diskutim disa pika të rendit të ditës të propozuara nga kryesuesi Anton Shala.
Fillimisht është diskutuar për draft rregulloren komunale për kutitë ankesave në institucionet e arsimit parauniversitar për të vazhduar më tej me raportin e punës së ndërmarrjes publike komunale, stacioni autobusëve dhe raportin e punës së ndërmarrjes publike komunale KRM Qabrati. Sot është mbajtur mbledhja e dytë e Komitetit për Politikë dhe Financa të Komunës së Gjakovës për vitin 2021. Në këtë mbledhje u diskutuan dhe kaluan për diskutim në Kuvendin Komunal gjithsej 4 pika të rendit të ditës. Fillimisht u shqyrtua proces verbali nga mbledhja mbajtur me datë 20 janar. Drejtori i arsimit në Gjakovë raportoi rreth draft rregullores komunale për kutitë ankesave në institucionet e arsimit parauniversitar. Qëllimi i kësaj rregullore është formimi i komisionit për hapjen e kutive të ankesave nëpër shkollat të komunës sonë, në mënyrë që këto të trajtohen në mënyrë të duhur, nëse ka vend për përmirësime që të kemi këtë mundësi. Formimi i këtij komisioni përbëhet prej 7 anëtarëve, 2 mësimdhënës, njëri zgjidhet nga këshilli drejtues, tjetri nga këshilli i anëtarëve, do thotë, 2 janë nxënës, 2 janë prindër dhe 1 anëtar që vjen nga mund të jetë sekretari i shkollës, drejtori ose koordinatori i cilësisë. Komisioni harton një orar, do të thonë, për hapjen e kutive. Më pas u raportua edhe rreth punës së ndërmarrjes publike komunale stacioni autobusëve për vitin 2020. Të hyrat e përgjithshme të stacionit autobusëve në periudhën janar-dhjetor të vitit fiskal 2020 ka realizuar të hyra në vlerë prej 160.049 euro, kurse gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2019 janë realizuar në vlerë prej 209.068 euro. Realizimi i vitit 2020 është 76.55%, krahasuar në vitin 2019, ndërsa të hyrat së bashku me subvencionin e qeverisë paraqitet vlera përgjithshme prej 197.749 euro. Nga kjo mund të theksohet se kemi grumbullim më të ulët të hyra për shkak të ndikimit që ka ndodhur te COVID-19. Më pas u prezantua edhe raporti punës së ndërmarrjes publike komunale KRM Qabrati për vitin 2020. Gjatë vitit 2020, kompania rajonale mbeturinave Qabrati e ka adaptuar programin Rim Kont për menaxhimin e dhënave financiare dhe shënimeve të klientëve dhe për herë të parë është pronare dhënave të saj. Është marrë vendim nga kryetari i komunës së Gjakovës, zotëri Ardian Gjini, që prona e komunës në sipërfaqe prej 5.554 m2, e cila është depo për mbeturinat, stacioni transfer, të jepet në menaxhim për 1 vit, 12 muaj, kompanisë rajonale të mbeturinave, ku komuna e Gjakovës është 100% aksionare e saj. Ndër të tjera u shtruan edhe pyetje të ndryshme, të cilat morën përgjigje nga personat përkatës të pranishëm në këtë mbledhje. Ministri në detyrë i ekonomisë dhe ambientit Muharrem Nitaj ka nënshkruar 2 marrëveshje mirëkuptimi për subvencionimin e 2 ndërmarrjeve publike me Infrakosin dhe me ngrohtoren e qytetit në Gjakovë. Drejtorët e këtyre ndërmarrjeve Gjevat Ramosaj dhe Albana Skivjani e kanë njoftuar ministrin Nitaj për afarizmin e ndërmarrjeve të tyre dhe kanë shprehur mirënjohjen e tyre për mbështetjen e dhënë nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit. Marrëveshja ka për qëllim mbështetjen financiare nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit për Infrakosin dhe ngrohtoren e qytetit Gjakovë, ashtu siç është përcaktuar në ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021 në kategorinë ekonomike, subvencion dhe transfere. Kompania rajonale e ujësjellësit Gjakova apelon tek qytetarët për më shumë kujdes për rrjetin e kanalizimit. Zëdhënësja KRU Gjakova Dafina Syladina kërkoi që mos të hedhin mbetje inerte në rrjetin e kanalizimit, pasi në këtë mënyrë po dëmtohet infrastruktura e kanalizimit. Syladina ka theksuar edhe se abuzimet me kanalizim po ndodhin si pasojë e vetëdijsimit të ulët të qytetarëve sa i përket rrjetit të kanalizimit. Rrjeti i kanalizimit nuk është funksional nëse neve vendosim gjëra inerte apo mbetje inerte në sistemin e kanalizimit, i cili nuk është i projektuar për të absorbuar të gjitha këto mjete inerte. Andaj apelojmë të këtë gjithë qytetarë që të kenë kujdes në rrjetin e kanalizimit. Mbetjet të ndryshme nuk duhet të hedhen në rrjetin e kanalizimit, mbetjet duhet të hedhen në kontenjer të bërllogit, sepse si pasojë këtij abuzimi jemi duke ardhur çdo ditë më
më shumë në prishjen e infrastrukturës së rrjetit të kanalizimit. Syladina tregon se intervenimet për debllokim të kanalizimit nuk po bëhen vetëm në qytetin e Gjakovës, por në gjithë zonën operative ku operojnë. KRU Gjakova është duke intervenuar në debllokim të kanalizimit. Këto intervenime janë shumë të shpeshta, jo vetëm në qytetin e Gjakovës, po në të gjitha zonën operative ku neve operojmë, si Rahovec, Gjakovë, si dhe një pjesë të Prizrenit. Rastet e bllokimit të pusetave të rrjetit të kanalizimit në Gjakovë, Rahovec janë të shpeshta. Vazhdojmë me disa informacione nga arsimi. Sjellim një kronik që kemi përgatitur në Gjimnazin Hajdardushi në Gjakovë. Ky tempull i diturisë daton që nga viti 1953. Gjimnazi Hajdardushi për herë ka qenë elit fal kontributëdhënësve në fusha të ndryshme si shkencë, kulturë, art. Kështu tha drejtori Betrica Hani me qrast përmendje dhe disa prej sukseseve të arritura. Ne kemi një databazë që mbajmë për nxënësit tonë elitar dhe gjithmonë na tregojnë që regjistrimi në Universitetin e Kosovës dhe të gjitha universitetet në Maqedoni, Shqipëri, por jo vetëm kaq, në shtetet mike siç është Austria, Gjermania, Hungaria, me thekse veçantë edhe Shtetet e Bashkuara, kudo që shkojnë, nxënësit tonë tregojnë rezultate të shkëlqyeshme. Prioritet kam pas gjithmonë identifikimin e nevojave gjatë përgatitjes së planit zhvillimor të shkollës. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve ka qenë prioritet, duke u bazuar në gjetjen e dalura nga vetvlerësimi i performancës së shkollës. Kemi bërë orientimin e trajnimeve të ndryshme si vlerësimi formativ, mësimdhënia e bazuar në projekte, trajnimet për kurrikul, ndërmarrësia, orientimin në karrierë, klubi teknikëve, klubi për ndërmjetësim e të tjera. Profesoresh, këto barierat dhe këto tabelat në vëdy për shkak nevojiten? Application komunikon me application, data link me data link dhe physical me physical. Ndonëse në kushte pandemia, procesi mësimor zhvillohet në një mënyrë atraktive, me qëllim që nxënësve të mos humbes asgjë mangu nga ora e lëndës së teknologjisë. Mbajtja e procesit mësimor është padyshim ka ndryshim shumë të madh prej të kaluarës deri me tani, posaçërisht ju ishit sot vetë dëshmitar dhe e patë se sot si mbahet një orë mësimore, kjo krejt fal infrastrukturës të cilën e kemi në shkollën tonë, sepse para një muji kemi të mbuluar me krejt shkollën edhe me rrjet, kështu që kemi të mundur që në njëjtën kohë e zhvillojmë mësimin në klasë. Ju e patë edhe vetë që gjysa e klasës, grupi B, është në shtëpi dhe janë të kyçur online dhe e ndjekin mësimin të cilin nxënësit e shohin apo e përcjellin në klasë fizikisht. Procesin mësimor e vlerësoj shumë mirë, edhe online kyçemi në orën e tikit dhe është shumë mirë gjithçka. Suksesi i korrur është fal punës së mësimdhënësve dhe nxënësve të cilët në vazhdimsi punojnë për të arritur rezultate maksimale në çdo fushë. Për herë të parë në rajonin e Dushkajës së Gjakovës është hapur klasa për edukim të hershëm. Kjo ka bërë që interesimi i prindërve për t'i dërguar vogëlushët në shkollë të shtohet dukshëm. Këta fëmijë tashmë kanë një vend se ku të zhvillojnë edukimin e tyre të hershëm. Për herë të parë në rajonin e Dushkajës është hapur qendra me bazë në komunitet për fëmijët e moshës 3 deri në 5 vjeç, e cila gjendet në shkollën Ali Hasi në fshatin Cermjan. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të kësaj shkolle, Bajram Salihi, tha se ky projekt u realizua në kuadër të bashkëpunimit që ka drejtoria e arsimit me organizatën Save the Children. Ka qenë një projekt mjaft i qëllum për komunitetin, sepse në fshatin Cermjan gravitojnë edhe fëmijët e fshatrave Kodrali dhe Rashkac, andaj ka qenë mjaft i qelluar për fëmijët e moshës hershme prej 3 deri në 5 vjeç, për shkak se kjo moshë veç përgatitet për klasën parafillore. Vlen të ceket dhe të falenderohet Save the Children si organizat që ka investuar në këtë projekt. Gjithashtu falenderojmë edhe Kuvendin Komunal dhe DKA-n e cila na ka përkrah në këtë projekt mjaft të rëndësishëm për komunitetin tonë. Për momentin këto janë 20 fëmijë dhe interesimi ka qenë dukshëm më i madh, por pengesë mbetet transporti i fëmijëve.
prej një shkurtit kjo ka startuar, deri me tani janë rreth 20 fëmijë, por që të interesuar kanë qenë afër 40. Por për shkak të udhëtimit, transportit, deri me tani kemë që bijojnë vetëm 20 fëmijë. Një sfidë tjetër me të cilën po përballet kjo shkollë është rënja e numrit të nxënësve. Duke pa trendin e zvoglimit të natalitetit edhe largimit të banorëve në jashtë të vendit, është numri në ramje sipër, pra tani kemi rreth 260 nxënës, edhe po pritet prapë me ra numri fatkesisht. Kjo klasë mëton të kontribuojë që fëmijët e kësaj grup moshe të gëzojnë të drejtën e tyre për zhvillimin e tërësishëm, duke u mundësuar atyre që të rriten me potencialin e tyre të plot. Janë edukatorët Ankileta Cërmjani Hana dhe Besarta Luma, ato që përkujdesen që të ketë cilësi dhe zhvillim të këta fëmijë. Në këtë klasë përfshirën fëmijët e moshave 3-5, dhe më thonë është klasë gjithë përfshirëse, ku të gjithë fëmijët i gëzojnë të drejtat e tyre për arsimin. Fëmijët janë më shumë të interesuar për këndin e leximit, sepse është më atraktive dhe tërheqëse për ta. Se fëmijët janë të përkushtuar dhe shumë entuziast, e tregon edhe fakti se ata nuk nguruan që të recitojnë vargje të cilat i kanë mësuar përgjatë kësaj kohe. Mi mëngjes, shoqe, mi mëngjes edukatorë, gjeli, një kepis, o fëmi, hapi sytë masova një, dhe dakim me gjithë shka. Mi mëngjes, shoqe, mi mëngjes edukatorë, këndon gjeli, na ke fjetër ho fëmi, hapi sytë masova një, dhe dakim me gjithë shka. Gjithçka në këtë klasë është dizajnuar dhe dekoruar për të krijuar një atmosferë sa më të larmishme dhe të ngrohtë për fëmijët. Gjatë 2 ditëve të ardhshme mbi vendin ton do të mbaj mot me diell dhe vranësira të pjeshme, me të përqendruara rreth maleve. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 9 deri në 12 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi jug-perëndimit me shpejtësi 1 deri në 4 metër/sekond. Për më shumë të ndjekim grafikën e parashikimit të motit në ditët në vijim. Këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve, miropafshim.